majt, si quhet ajo që mihrab. Mihrab, hyp atje në mihrab edhe fillon. Kjo është haram, mos ishni vetlat i ke rregullu ti. Po, dalmi te vetlat. Mos ishni vetlat, mos ishni kimet. Jo, po është haram tatuja, vetlat tatu ishte më të veta. Jo, këto nuk janë tatu, këto janë. Po ajo është haram. Mikroblanding, disa e thënë haram, shumica e thënë jo. Po se avdesi të më thonë Jo, nuk ka, hyn abdesi, sepse kjo është sikur këna, si ngjysh. Po është e shpjeguar kjo. Dhe që deshta me thonë, diversiteti, disa thënë a pajtohesh me xhallar? Nuk kanë Kur'an. Ti zënë që bonda pajtohesh me mendimet të xhallarit? Jo, të gjithë nuk e thonë haram, sepse në kohën e Për shembull, teolog që unë e çmoj shumë, Ardian Sedi është Gaferizoi. Po. E përshëndes me shumë dorë të vidje për. Ai ka thonë që domthon Big Brother është shtëpi e amoralitetit, domethënë. Tjetër gjë ajo dhe tjetër gjë harami. Po amoraliteti është haram. Po haram është hyn tek harami. I kemi 20 anëtar. Ai ka thonë shtëpia e amoralitetit, do s'kam kurrë kundra burrë. 20 banora janë aty 20. Prej që aty me 20 banorëve i kiti, në çdo katërtën shtëpi kemi një shkurtën, një ato, një çuçi kanë emra. Çdo katërtën shtëpi kemi. Do ata s'kan shku me mon në Greqi. Aty na i kemi një me virtyte, dikush ma me liri. Po për lapina drejtë për shkakun dhe kena posë sa Mirë, kjo është një vetëdijsim, por është haram kur ti shkon e blen për shembull ato pagesën e mujore, edhe ti tanë ditën rrin në koltuq, edhe rrin i këshyr tanë ditën që bëjnë ato. Ajo është haram. Ndërkaq, të gjithë banorë çka janë aty i kemi në përshpia. Deshte. Ju shdojnë njëra. Ja, ata s'kan shku në Amerikë. Ata vetë kanë me pa që për famën e vetë e kanë shit moralin e vetë, nuk janë vetëdijshëm për veti unë suksesin që shesho. Se dikush thotë, jo, po ke dash me shku për famë. Jo, unë për famë nuk e shoh dy lloje suksesin. Një sukses është për famë, edhe për materializëm, është shumë e vërtet, edhe e dyta është për vlerat morale. Profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi ta dhe familjen e tij, ai ka ardhur me ngrit huluk i ladhim, me përsos moralin, edhe i thot Zoti, a nuk ta heka unë ty barrën e rand, edhe ty ta dhash famën, do me thonë, për çka ja dha famën? Për vlerat morale. Edhe na jemi aty nëse ka një vlerë morale në Big Brother, ama unë të kishëm unë kishëm hy me vlera. E vërtet, po për lapina drejtë çka mendoni se jeni kanë mysafir bashkë këtu? Asnjë vit kuqe se kisha shkel. I mirë është këngëtar shumë i mirë, muzicient për muzikë. Po të ka pas gusto shumë diçka të na për fe. U ka përzi me fen, po a di ka shti dorzat në dorën e uje, i kanë A beson tani me Iqballi se unë kam shumë shok Lobin. A beson se është çështë besimtar që është ataj? Shiko, me që na falet madh kanë me patike kështu. Shiko, me që na po kret shumica falen. A lejohet më fal madha? Jo, hanefit nuk e kanë se ti me çato kpuca po shkon në WC ose e shkel ndaj fekalje të madhe. E çka mendon për Lobin? Çani, abe burri mirë është, ka familjen shumë të mirë. I ka gruan shumë të mirë, nanën e ka shumë besimtare. Për paskena s'po ful, ja. E ka për muzikë ja jap dorën, 4 gishta se dorën si ja jap. Për muzikë është shumë i mirë. Po për fe, që shet? Për matu, zdi se kum pa as tu fal, as në Haxhillëk se kum pa. Po ke po çtu në emision tani, e kum bashkë ata. Jo, se kum pa unë këtu tu fal. Jo, ajo është në botën e vet është shumë i mirë. Bota e muzikës është... Po për propaskenat bashkë me butrinën s'po fulm, ja? Jo, s'di, s'kam një uri, pa. Unë e feja thot në qësë mu ku mundesh me fol keq, për dikon qëse nuk është aty. Kështu që unë e flasë për labinotin shumë mirë deri në sabah, më së pytni. Ane, doli pak të peshkupi e ke po sot një shkrim shumë interesant për kishën e